Trasti. Vërtet zisht? Po, më del shkronja dë me probleme. Kemi demin me grip. Dë është dashuria. Po, moj, po qysh filxani yt? Nën pra tëndin ta shoh. Por dhe na. Ku janë njohat e kafes? I në piva se i kam bler me lek. Gjithsesi të dashurin duhet ta ruash. Si? Po punson mua si agente private. Si James Bjondi? Po, dhe unë do e ndjek se ku shkon. Po unë e di, ja tash ja jesh në punë. Kaloj këtu. Çe po bën? Do e them mos nxitoj shumë se na lodhi. Jo, si nuk duhet ta kuptoj që po e ndjekin. Hajde këtu. Ku shkoj mas ka qeni? Te Aurus në Vlorë. Përshëndetje. Përshëndetje, si mund të ndihmoj? Dua t'i bëj të dashurës një krijim unik për 8 marsin. Je në vendin e duhur, se Aurus nuk është thjesht një dyqan lulesh, por një hapësirë artistike ku krijohen kujtime të jashtëzakonshme dhe çdo gjë është handmade. A është e vërtet që lulet tuaja jetojnë përgjithmonë? Po, dhe këtë e vërteton eksperjenca jonë 6 vjeçare. Kjo është super, fantastike. Më fol pak për të dashurën tënde, si quhet ajo? Llazina. O, falimrofsh. Po ti më çne këtu. Jam solli që James Brunja. Është biznesi im i ri që të hetoj njerëz. E Jani, se ne ndërtojmë edhe logo biznesesh të personalizuara. Ma bëj mua një logo për biznesin. Çfarë biznesi ke? Biznes s'kam, unë po bëj logo njarë. Lëre logon po zgjidh lulet me që erdhe. I zgjova dhuratat e mia, faleminderit. Prit, do më japësh ndonjë lek për punën? Jo se nuk zbulove gjë. Po të zbulova surprizën, moj.